Rezarta Alira e Sadiku dhe Veton Sadiku, të cilët vinë nga poligoni Renea. Do të flasim sot për edukimin në mbi përdorimin e armëve dhe rolin e trajnerëve profesionist pikërisht për përdorimin e këtyre armëve. Në vazhdim do të ndjekim bisedën me musafirët në studio. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Faleminderit që një pjesë e emisionit 410. Fillimisht po e nisim me zonjën për të na treguar pak më shumë rreth punës tuaj. Faleminderit për ftesën. Unë jam Rezarta dhe vi nga poligoni Renea në Gjakov, është një poligon cili ushtron veprimtarinë e vet prej vitit 2016. Ne nuk kemi vetëm poligoni gjuajtjes, por jemi edhe qendër e trajnimeve, ofrojmë trajnime teoriko-praktike për licencimin e qytetarëve civil për mbajtjen e armëve me leje. Gjithashtu kemi poligonin e gjuajtjes të brendshëm dhe të jashtëm, ku persona mbi 18 vjeçar mund të vinë dhe të argëtohen duke gjuajtur në mbikëqyrje të instruktorëve. Kemi 7 instruktor të licencuar, të cilët e mbikëqyrin që këtë lloj aktiviteti. Fillimisht, po e ndërlidhim me trajnimin dhe edukimin në këtë rast të mbajtjes së armëve. Para pak ditësh u trishtua i gjithë vendi me disa video, disa pamje në një lagje shumë të banuar. Dhe atë në, po themi në pikë të ditës gjithsesi ishte mbrëmje, po në orë të bollshme, kur të janë gjithë zgjuar, po themi, dhe atë me armë të gjata në pjesë hapësira të banueshme nga shumë qytetarë. Po, ngjarje të tilla janë bërë të shpeshta fatkeqësisht kohëve të fundit, jo vetëm në Prishtinë, po edhe në qytete ndryshme të Kosovës. Kjo vjen pikërisht nga mungesa e edukimit të duhur për rëndësinë edhe për rrezikshmërinë që ka pasja një armë në shtëpi. Edukimi i cili unë mendoj që duhet fillojë që në moshë të hershme, në familje, nga prindrit, por edhe në shkolla, fëmijët duhet të informohen jo për përdorimin e një arme, por duhet të informohen për rrezikshmërinë e një arme, për gjithashtu të rriturit duhet të vetëdijsohen për kushtet në cilat duhet të ruhet një armë në shtëpi, sidomos në ato familje të cilat kanë fëmijë të mitur, sepse ka ca kritere edhe ligjore që duhet të përmbushen për ata që kanë armë me leje në shtëpitë e tyre. Dhe pikërisht mungesa e një edukimi të tillë, qoftë edukimi i tërshëm të fëmijët, por edhe vetëdijsimit tek të rriturit, ka bërë që fatkeqësisht sot të dëgjojmë ngjarje të tilla. Janë pikërisht një ndihmë në këtë pikë, mund të japim pikërisht poligonet që janë në një numër të konsiderueshëm në Kosovë, që kanë qendra të trajnimeve, të cilët e kanë obligim ligjor që të kenë instruktor të licencuar nga shteti dhe jo vetëm të licencuar, por edhe të trajnuar dhe me përvojë që të ofrojnë eksperiencën dhe njohuritë e tyre në rritjen e këtij vetëdijsimi që të mos shkojmë pastaj deri në tragjedi. Të rinj duhet të edukohen që arma, ashtu siç i mësojmë fëmijët që të mos e përdorin elektricitetin në shtëpi, duhet i mësojmë që edhe arma nëse bie në duart e gabuara, ajo është fatale, fundi është tragjik. Prandaj vetëdijsimi është parandalimi më i mirë për raste të tilla. E vërtet. E kemi edhe trajnerin këtu, a ke pasur mundësi ta shohësh videon, si e ke vlerësuar si të tillë? Mendon që ai person ka qenë i trajnuar pikërisht për ta mbajtur ato me leje për të shkaktuar trazira? Jo, këtu është krejt esenca të armbajtjet me leje që i bojnë, që zakonisht njerëz që e dojnë këtë sport, njerëz janë shumë vetëdijshëm dhe njerëz merren me këtë punë për shkak që si gjitha sportet tjera, edhe kjo me armë është një atrakcion domethënë shumë i mirë për sport. Kjo na ka shqetësuar të gjithëve, por zakonisht me këto ngjarje që i shohim në çdo ditë janë njerëz të papërgjithshëm, janë njerëz që nuk e dojnë armën, janë njerëz që nuk e dojnë sportin, po ata e dinë domethënë për çfarë qëllimi përdorin ato armë. Nuk do të thotë që veç në Kosovë ndodhen gjitha vendet, gjitha regjonet. Shumë e vërtet. Ndodhen këto gjëra që nuk duhet edhe na shumë mi dhonë konotacion të keq, domethënë ka ona poligoneve. Zakonisht na njerëz kur vinë në poligon i trajtojmë si mbahet arma, si përdorohet arma. Domethënë i tregojmë edhe kur përdoret arma në shoqëni, domethënë kur janë me një shoqëni që nuk duhet më përdorë në fakt arma, në asnjë mënyrë për jashtim poligoneve dhe aty ku ka instruktorë i cili ju jep instruksione të mira për mes më ndodh ndonjë aksident
si shpëshojmë do ngjarje të tjera, për jashtim këtij që po atë që ndodh njerëzve me duke lujt, duke këshiruar, domethënë pa praninë e instruktorëve. Kuptohet që vendi më i përshtatshëm për dashamirët e këtij sporti është poligoni, aty ku duhet më vizitu sepse janë më të sigurt, qoftë me shoqëni, qoftë me familje, qoftë me kudo që vizitojnë. Ju kisha bo lutje që ata që dojnë armën të vizitojnë poligonit sa më shumë, sepse ato janë shumë më të sigurt dhe e ndin veten komod. Pa dëme në këtë rast, pa dëme jo vetëm shoqëni, por edhe dëme tjera më të. Kështu që lutja ime është për gjithë rinin sidomos të frekuentojnë poligonet, por jo armët ilegale. Dhe kjo është mungesë edukimit, patjetër. Patjetër se po. Në fund të ditës është mungesë edukimit, në fund jo vetëm përdorimit të armëve, por në përgjithësi. Po, është të gjitha unë mendoj që këto çka ka ndodhur kohëve të fundit edhe që ndodhin vazhdimisht nuk janë shumica nuk janë raste që ndodhin nga qëllimi i keq që ka personi për ta përdorur armën, por nga pakujdesia ose padituria. Pra mungoj njohuritë adekuate për përdorimin e armës. Arma është një instrument i cili kërkon respekt. Edhe që të kesh respekt, duhet që ta njohësh mirë. Edhe pikërisht për këtë, duhet që të kesh trajnimin e duhur. Pra, mbajtja trajnimeve profesionale, të cilat ndihmojnë jo vetëm qysh ta përdorësh teknikisht, ose si është ndërtuar, si zbërthehet, si gjuhet e me radhë, ajo që ka është më rëndësishme dhe që mësohet në trajnime tek ne, është vetë përmbajtja, është kontrolli, ti të kesh kontroll mbi armën, edhe çka është më rëndësishmja është që ajo çka duhet t'ju mësojmë është ku nuk duhet përdorur arma. Është shumë e rëndësishme. Se shumica marrin një lloj vetbesimi nëse ka gjuajtur një herë, dy herë, mendojnë që dita përdor armën, edhe mendojnë që aq mjafton. Mbajtja e trajnimit profesional është shumë e rëndësishme, pikërisht thash për këtë, sepse informon me kuadrin ligjor, informon me rreziqet që bart në vetvete arma, por edhe me pasojat që do të ballafaqohesh në rast të një përdorimi të jo të përshtatshëm të asaj arme. A duhet ky edukim të jetë një mënyrë i detyrueshëm për gjithë ata që dëshirojnë të mbajnë armë? Ky duhet me kon patjetër i detyrueshëm, për shkak që siç e thej edhe kjo, shumica e personave që përdorin armë, nëse jepet mundësia për rastin me gjujt dikon, ai mendon që din me përdor armën. Por arma normal që dën rregulla, ka shumë rregulla që duhet mi ditë, sepse nuk është e thonë që veç me shti gishtin në kombës dhe me ngredh me shkrep, por thash duhet me konë shumë të vedeshëm në mbushjen e armës, do të thonë në gjujtjen e armës, po duhet me konë shumë të vedeshëm atër edhe në zbërthimin e armës edhe në pastrimin e armës se si bëhat. Është njësoj si kur marrim nuk muj me vozit me kerë pa pas lejen, apo? Edhe e njëjta gjë për armën, nuk mundesh mi pas armën në Kosovë sipas ligjit, nuk mundesh mi pas armën pa pas leje. Por nuk mjafton të kesh leje që ti ta përdorësh armën. Duhet që jo vetëm të kesh lejen pajisësh me leje, por duhesh që të kesh të jesh i trajnuar edhe të kesh njohuri shumë të mira në rrezikshmërinë e saj, në pasojat që ajo sjell, në mënyrën që duhet përdorur, në mënyrën që duhet shmontuar, pra në çdo detaj. Pra nuk duhet thjesht me marrë leje veç formalisht për me mujt me pas një armë, por duhet një trajnim serioz i cili të mëson të gjitha këto, jo vetëm teknikat, siç e thash edhe më herët, por edhe të mëson vetë përmbajtjen, të mëson qysh mi rujt qetësinë, qysh kur mi përdor dhe kur mos mi përdor. Dhe cili është roli tani i trajnerëve profesional në këtë rast? Sa kanë rëndësi, sa është rëndësishme që këta trajnerë të jenë profesionistë për normalisht? Është thelbësor. Unë e thashë më herët që në rajoni ka 7 trajnerë të licencuar, jo vetëm që janë të licencuar për mbajtjen e trajnimit, por këta edhe kanë një përvojë, domethënë ushtrohen vazhdimisht, kanë një përvojë qoftë në përdorimin e armës, në njohuri rreth llojeve të armëve të tjerë, por kanë edhe njohuri të cilat në mënyrën se si ta përcjellin këtë tek moshat ndryshme, sepse moshat ndryshme kanë edhe çësje ndryshme ndaj armës.
në mosha ndryshme, në llojet ndryshme të njerëzve, në interesat që kanë ata njerëz, edhe t'ju edukojnë edhe t'ju sqarojnë rreth llojeve të armëve, rreth rrezikshmërisë tyre, rreth mënyrës përdorimit, ruajtjes në shtëpi, se si bëhet bartja prej shtëpisë deri në poligon edhe anasjellta, sepse është e vetmja mënyrë që lejohet me ligj për të përdorur arma me leje është vetëm në poligone cilat janë të licencuara. Dhe është thelbësore, është prania e instruktorëve që janë jo vetëm të licencuar, por edhe me përvojë, edhe që janë të dëshmuar në këtë lami është thelbësore për të ndihmuar të gjitha ata të cilët dëshirojnë ta ushtrojnë si sport, por edhe dëshirojnë ta kenë, ka dhe nga ata që janë koleksionistë ose ju pëlqen mi pas një armë, por nuk mund ta thjesht të kesh qef për ta pasur, nuk mjafton, duhet t'i plotësosh edhe këto kushtet tjera. Kushtet tjera. Tek ne lejohen lejet për armë gjata? Po. Mund të... Çdo person i cili mbi moshën 21 vjeç, që është i pastër, domethënë me ligjet e shtetit, i lejohet me posedu një armë qoftë të shkurtë apo qoftë të gjatë. Po çfarë arsye duhet pasur për ta marrë një armë gjatë? Arsyeja është sportive. Sportive. Do thotë për është sportive thjesht, edhe ndahet për armë gjuetie dhe armë sportive. Por kuptohet që duhet me qenë domethënë të trajnuar dhe të licencuar domethënë pe ministrisë. Të ndjekin të gjitha procedurat, të gjitha procedurat që duhet për të pasur një armë domethënë me leje. Leja, procedura për leje është pothuajse njëjtë për armë të shkurtë si për armë të gjatë. Si për armë të gjatë. Në poligonin tonë ne japim leje vetëm, në fakt jep ministria, ne thjesht i trajnojmë, leje vetëm për armë sportive, siç e përmendi kolega, të cilat ata kanë të drejtë i përdorin në poligonet e Kosovës që janë të licencuar për gjuajtje. Për gjuajtje. Tani më tregoni pak për sportin, po i themi kështu, me qenë se e përmendë pak më herët, si mund të ndihmoj personat ky lloj sporti, gjuajtje me anë? Po atëherë kështu, shumica njerëzve, domethënë vinë poligon sepse ka një lloj ngritje adrenaline kjo lloj sporti, sidomos për fillestarët. Unë që punoj si instruktor, do të thonë që 8 vite shoh persona të ndryshëm që kur vinë aty me gjujt, edhe pranin do të thonë të instruktorit e një siguri, një farane, do të thonë ka instruktori, po ana tjetër, kur gjujnë për herë të parë ajo krisma, ajo se për herë e bojnë atë, çfarë krisme, çfarë shtypi, E ka një lloj frike, një lloj edhe thjesht e kom pas që shpesh na kanë frekuentuar ata persona sepse i jep një lloj kënaqësie. Është një sport që dikush kur ti thush kom armë se diçka, larg asaj, larg kësaj, është dikush që është i pasionuar pas këtij sporti. Edhe për këtë arsye, shumica e raste kur flas me njerëz, i them që njerëz që e dojnë këtë sport, këtë lloj sporti, janë shumë më të përgjegjshëm, janë shumë më të sigurt, janë shumë se sa njerëz që nuk merren me këto apo mbajnë armë ilegale. Do të thonë kjo është Paragjikohen persona të cilët e duan, po themi thjesht. Shumë do të thonë mendojnë që ata që blejnë një armë me leje ose një diçka blejnë për qëllim me dashakese, po jo. Gjithmonë e kam thonë këto që këta njerëz që trajtohen përmes instruktorëve dhe ju nështrohen, do të thonë, testeve për Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë njerëz shumë më të përgjegjshëm dhe janë njerëz që i njeh ligjin, e din ç'është përdoret arma, e din ç'është sillet me arma, edhe halo deri sa nuk ndëgjum që një njeri i trajnuar që posedon një armë me leje që bën një gjest të pahishëm që po dëgjojmë kohët e fundit. Çfarë metodash përdorni për themi për të qenë më të sigurt në këtë rast me fillestarët me qenë se u përmendën? Po fillimisht domethënë me klientë që vinë aty e tregojnë se pari armbajtja, si kapet armbajtja, ambientimi me armë, si zbërthejet arma. I tregojmë edhe 4 rregullat që i ka arma, që armën duhet me konsideru gjithmonë si të mbushur. Nuk duhet asnjëherë tytën të drejtohet drejt një diçkafit që prishet, qoftë persona, qoftë një diçka që me vlerë. Gjithmonë gishtit e jetë jashtë komzës dhe në cakun ku gjujmë të jemë sigurt se çka ka pas. Kjo domethënë
e bën një person apo një klient që mbas këtyre rregulloreve, do të thonë të jetë i sigurt si në poligon, si dikun në terrene sportive apo kudo që është, do të thonë ti din këto rregulla që mos më orë të jetë një incident apo të jetë një... Ka pasur incidente brenda poligonit? Derisa jo. Fatmirësisht në poligonin ton s'ka pasur asnjë, inshallah nuk kemi asnjëherë, amo kjo është merit shumë edhe instruktorëve, cilët janë shumë vigjilent, reflekset i kanë shumë të zhvilluara ndaj edhe merren me këtë sport, të cilët ju rrinë në pozitat e dura klientëve, sidomos atyre që janë fillestar, por edhe atyre që s'janë, se ndonjëherë edhe ata që nuk janë fillestar kanë vetbesimin e tepruar. Dhe asnjëherë nuk ndodh që në poligonin ton një klient përdor armën pa mbikëqyrje të një instruktori, dhe po them që është merit e instruktorave që deri tani fatmirësisht asnjë incident as më i vogël nuk na ka ndodhur. Gjithashtu ne sigurohemi që gjithmonë në poligon të gjuajtjes kemi armë të cilat janë teknikisht në rregull, sepse ndonjëherë aksidenti mund ndodhë edhe prej probleme teknike të armës, të jenë teknikisht në rregull. Gjithashtu, këta në një farë mënyrë instruktorat luajnë rolin edhe të psikologu, do më thonë kur e vërejnë që klienti nuk është mirë emocionalisht ose nuk është në gjendje të mirë për të gjuajtur atëherë dhe ja ndalojnë hyrjen. Apo ndonjë përdorimit të alkoolit apo diçka sepse e Ka kanë pas raste kur absolutisht kanë ka raste që tentojnë të vinë, ose që janë nën moshën 18 vjeçare për shembull te ne nuk lejohet as nën pranit prindit as të jenë prezent, do të thonë janë rregulla të cilat zbatohen me përpikmëri dhe mendoj që pikërisht zbatimi me përpikmëri këtyre rregullave, edhe vigjilenca e instruktorëve dhe përgatitja e tyre ka bërë që na ka ruajtur deri tani që të mos kemi asnjë incident në poligon. Mirë, ndonjë rast afër incidentit? Thjesht që ka rezultuar me siklet ndoshta? Me thonë drejtën, raste ka, për shembull, kur është duke gjujt dhe zakonisht që na u ka bërë dhe telefoni përdërim gjithkund kur shkojmë një foto këtu, një foto aty. Ka ndodhur për shembull se kanë të gjujt me tentua den pa vetdijen, a ma bën edhe një foto? Edhe me këtu armën. Vjen me trup. Kjo do më thonë e kena fokusin më të madh e kena këtu. Edhe pse ju shpjegohet gjithë para se me hi, po gjithmonë edhe na vigjilent që të pikë sepse secili që vjen me gjujt aty, pa bën një foto apo bën një video nuk bën me kalu për aty vet. Edhe shpesh pa A vi njerëzit më shumë për këtë gjë? Pa vetdijen ka që vinë edhe për këto. Po. Ka shumë që vinë edhe për këto. Edhe aty për shembull mundet për shembull habit e që atë ma bën një video apo një diçka, edhe këtu mundet me konë për shembull një rast që mësë me konë të vedeshëm. Pak me largu mendjen? Pak me largu, po, vigjilenca është. Po. Ose ka ndodhur rast për shembull që i rrituri, cili ka qenë me leje të armës, fëmia në shtëpi ka marrë armën, por pa pasoja për shkak edhe i ka falendëruar instruktor të armë për shkak të këshillave që këta jo ka dhënë paraprakisht për mënyrën se si duhet të ruajtur arma në shtëpi, qysh nuk duhet të jetë municionin në njëjtin vend me armën, karikatori nuk duhet të jetë në armë, duhet të jetë në kasaforte me radhë dhe kur ju ka ndodhur rasti që është marrë nga fëmijët edhe ka kaluar pa rrezik, atëherë edhe janë falendëruar atin, do të thonë këshillat që ata i kanë marrë në poligon për ruajtjes. Është shumë e rëndësishme kjo pjesa e ruajtjes armës në shtëpi. Se kur janë në poligon, kjo është përgjegjësi e instruktorëve, po kur janë në shtëpi është përgjegjësi e prindit, edhe sa i mirë informuar është prindi për mënyrën se si duhet të ruhet arma në shtëpi. Sepse të miturit realisht nuk i frekuentojnë poligonet, ose të paktën e kanë të ndaluar me ligj, ne nuk guxojmë që t'ju ofrojmë shërbim, por të miturve ne mund t'ju ofrojmë vetëm shërbime të informimit dhe të vetëdijësimit, se cilat janë rreziqet edhe kur ata mund t'jenë të aftë që ta përdorim pastaj armën. Si ishte ajo kështu? Si ishte ajo kështu, arma? Kështu e përdorim në shpesh. Armën me fishek thojmë, sikur gacin me pej barutit.
Damas. Damas. Mirë shumë. Sa ju propozoni, apo thjesht ju referoni, ju rekomandoni personave të cilët po themi ndoshta janë nevrik, apo kanë jo vetëm ankth, po mund t'jenë thjesht nevrikusur, tinatosën, edhe sa ju preferoni tani ta vizitoni poligonin. Ju ndihmon sa do pak gjuajtja me armë që ta largojnë pikrisht Po, atë të thëmë drejten, kem shumë njerëz që ku më ka arë në poligon, më ka arë edhe më ka të regu, ka marrë sot mi gjujt një 50 fishek, nuk më kom bashkë mirë. Nuk jam mirë, jam nervoz, jam ka ndonjë hall diçka. Po du pak me liru, po do me hek pak stresin, po du me hek edhe... Ndihmon? Ndihmon, thëmë drejten, sepse këto, thashtë edhe njëherë, të gjujtjat e ngrit pak adrenalinën. Edhe, kur ngritet adrenalina, kuptohet pak që gjona tjera bin pak, sepse... E zem vendin adrenalina në këtë rast. Zemra ra pak ma ndryshe, furnizohet pak edhe ato par problemet, a i farë qka ka mundu pak. Problemet që për vend dytë. Atër kalojnë pak bin, se cila balancon njona tjetërën. Po, ka ndodhë që më ka nërë pikrish bashkë për këto. Juve, qëfar raste keni pasur ndoshta paraprakisht për para se të i lejonit fuseshin në poligon? Në që kuptim? Raste të ndryshme, të veçanta, që do dënit i ndanit me ne? Zakonisht to nuk e kena fort aty. Unë merë me më tepër me pjesën e menaxhimit, edhe realisht vetë nuk jam fanse për të gjuajtur, amo sa më shumë që merresh me këtë lloj biznesi edhe fillon edhe t'i duash armat, realisht tash nuk kemi pasur asnjë rast për të cekur negativisht, por kemi përdit rastet pozitive të njerëzve që na falenderojnë ose që vinë edhe e rifrekuentojnë poligonin ton pikërisht për shkak të kulturës që gjen aty të punës, për shkak të këshillave të mira që i marrin, për shkak të shërbimit të profesional që marrin nga instruktorët dhe të armëve cilësore që i ofrojmë për gjuajtje. Më thamë, për çdo ditë gati kemi historitë të tilla të njerëzve që rikthehen te ne, pikërisht se kanë një eksperiencë të mirë edhe vinë për ta shliruar atë adrenalinën që ta unë mund ta krahasoj me sportet ekstrem, këtë pjesën e sikur janë alpinizmi apo sportet tjera që njerëzit i ushtrojnë, edhe këtu kemi njerëz që janë të apasionuar, që vinë vetëm për të gjuajtur, shlirohen, shkëputen prej problemeve, shkëputen prej... Por edhe tek ata, sado që janë marakli dhe profesionistë, gjithmonë nuk mungon asnjëherë prezenca instruktorëve, këshillat e tyre, edhe vigjilenca e tyre deri në përfundim të gjuajtjes. E përmend pak më herët që ka pasur raste kur u janë falenderuar pikërisht për shkak të trajnimeve dhe edukimit që kanë marrë në poligonin tuaj. Por a ka pasur raste që kanë ndodhur e kundërta kur ata, po themi, kanë shkaktuar ndonjë incident pikërisht ani pse kanë marrur lejen në këtë rast nga... Po, ka raste që e kanë përdorur jashtë poligonit armën, edhe pse kanë marrë trajnimin të ne lejen, kanë mundur ta përdorin armën në bjeshk për shembull, ose sepse njerëz mendojnë që kam armën me leje dhe mund ta përdor gjithkund, edhe pse këta instruktorat kujdesen gjithmonë t'ja sqarojnë këtë pjesë që arma përdoret vetëm për qëllime sportive dhe vetëm në poligon të brendshëm ose të jashtëm me leje nga policia e me radhë, dhe nuk lejohet, ka pas nga ata që e ka neglizhuar këtë pjesë, ka pas nga ata që policia ju ka sekuestruar armën pikërisht pse është përdorur dhe nuk ju... Po, prap ata kanë qenë falenderues ndaj nesh sepse nuk ju ka munguar kjo informat, qofse kanë bërë E kanë bërë në përgjithësi të tyre, në funditës është përgjithësi gjithë se cilit. Për shkak të neglizhencës personale të tyre. Po fatmirësisht, edhe organet e rendit në këtë pikë nuk lëshojnë pe, janë shumë vigjilent edhe normalisht edhe pse ke armën me leje ajo sekuestrohet nëse përdoret jashtë rregullave të parapara me ligj. Cili është roli institucioneve tani në edukimin e armëmbajtjes në këtë rast, në përgjithësi në vendin tonë? Unë mendoj që është duhet forcuar roli, realisht. Përdesa kemi raste cilat veç po vinë duke ushtuar, roli duhet forcuar, ju vetëm të mahen trajnime thjesht për t'i licencuar dhe të arrin deri te blerja një arme, por këto trajnime
të jenë të mirë mbikëqyrura edhe nga institucion përkatëse në mënyrë që të ofrojnë të gjithë informacionin e duhur, që njerëzit jo vetëm pajisen me leje, po pajisen edhe me njohurit edhe aftësitë e duhura në përdorimin e armës së sigurt, sepse tham edhe më herët që të përdorsh një armë sot nuk është luks, edhe sidomos rrjetet sociale po e romantizojnë që të pjesën e përdorimit të armëve, sidomos nga të rinj, në për storje, në për arma do respekt shumë të madh, do kujdes shumë të madh, do kontroll shumë të madh. Prandaj unë mendoj që duhet të filloj një vedisim që në shkolla, ku fëmijët të mësojnë për rrezikun që vjen nga prania, nga përdorimi një arme, qoftë dhe pasojat që vinë nga përdorimi i saj, në familje. Edukimi kryesor duhet merret edhe në familje, sidomos familjet cilat i kanë armët, qoftë familjet e personave që janë pajisur me armë leje, po edhe të atyre që janë, për shumë na kanë ndodhur raste që i kanë përdorur fëmijët e policëve ose fëmijët e ushtarakëve që kanë armën pjesë të profesionit, duhet që të punojnë më shumë me fëmijët e tyre, me të rinjt, moshat e mitura, por edhe me të rriturit. Shpesh aksidentet kanë ndodhur edhe nga njerëz të rritur edhe të trajnuar. Prandaj asnjëherë nuk duhet mu bë në asgjë kjo pjesa e armës. Duhet të rritet akoma më shumë ndikimi i shtetit që trajnimet jenë më të kontrolluara, të mbahen më detajisht, të mbahen të gjitha fazat e trajnimit dhe jo vetëm faza përfundimtare për pajisjen me leje. Ishte shumë kënaqësi që po ata këtu, ju falenderoj për gjitha këto që ndajtet me ne dhe po shpresoj që sadopak kemi arritur që të japim informacione për publikun. Faleminderit edhe juve dhe shpresoj që emisionet tilla informuese qoftë për të rinjt, po edhe për ata që janë apasionantë të armëve, të mos jenë vetëm kur kemi raste të rënda, por të jenë në vazhdimsi në mënyrë që vedia të ngritet, sepse thamë që rritja vedijes është preventivi më i mirë për raste të tilla. Sepse kur po ndodh pastaj s'na metet veç me thënë ngushëllime, arma është fatale, nuk fal. Shumë e vërtet. Ishte shumë kënaqësi.